Të gjitha pasurit në formën e kriptovalutave do të jenë në kontrollin e tatimeve, siç parashikohet në projektligjin për shkëmbimin automatik të informacionit mbi kriptoasetet. Sipas projektligjit, ofruesit e shërbimeve të kriptoaseteve do të kenë detyrimin të mbledhin, verifikojnë dhe raportojnë informacion mbi klientët dhe transaksionet që kryen në platformat e tyre. Këto të dhëna do t'i kalohen drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, e cila më pas do t'i shkëmbejë automatikisht me autoritetet tatimore të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu parashikohet që të gjithë tatimpaguesit të trajtojnë në mënyrë të barabartë, pavarësisht nëse investojnë në asete tradicionale apo në kriptoasete. Qëllimi kryesor i kësaj nisme është të parandaloj fshehjen e të ardhurave dhe shmangjen e detyrimeve tatimore përmes përdorimit të kriptoaseteve. Zhvillimi i shpejtë i tregut dhe mundësia për të kryer transaksione ndërkombëtare kanë vështirësuar identifikimin e fitimeve dhe kontrollin nga administrata tatimore. Ky projektligj është pjesë e procesit të parafrimit të legjislacionit shqiptar me rregullat e Bashkimit Evropian, ndërsa zbatimi i tij do të vijë menjëherë pas antarësimit të Shqipërisë. Por ky nuk është projekti i parë për tregun e kriptovalutave në Shqipëri, pasi në 2020 është miratuar ligji i parë për monedha digjitale dhe tregun e tyre, dhe një vit më parë një tjetër projektligj ende në shqyrtim që ka në vëmendje licencimin e platformave dhe të drejtat e atyre që ofrojnë si shërbim tregtinë e tyre.